Gjykata penale ka caktuar 20 vite burg për 35 vjeçarin Jetnër Zhabolin. Prokuroria kishte kërkuar që ai të qëndrojë në qeli për 30 ditë derisa të dalë ekspertiza mjekoligjore që do të përcaktojë gjendjen e shëndetit mendor për 35 vjeçarin. Në seancë avokati ka kërkuar shtrim të përkohshëm në spital deri në rezultatet e akt ekspertizës. Në seancë, Jetnër Zhaboli ka pretenduar se gjithçka e ka bërë për të mbrojtur fëmijët e tij pasi kishte frikë për ta. Jetnër Zhaboli me profesion ekonomist kishte vendosur kamera për t'i monitoruar nëse dilnin jashtë apo jo. Nga hetimet e kryera, ka rezultuar se kryefamiljari sa herë largohen nga banesa i monitoronte me kamera dhe ju bllokonte valët e telefonit, duke mos i lejuar që të komunikojnë me asnjë person. Prej fillimit të marrëdhënies ka qenë xheloz dhe kontrollues, por me kalimin e kohës u bë edhe më shumë. Kishte instaluar kamera në çdo cep të banesës, madje edhe në dhomën e xhumit dhe në tualet dhe i monitoronte nga celulari kur nuk ishte në banesë. Kishte montuar bllokues valesh që familjarët e mos bënin telefonatat e pakontrolluara. Kjo jetesë i kishte shkatruar stres bashkëshortes e tij, e cila kishte tentuar vetvrasjen. Në banesë policia gjeti 2 letra që gruaja kishte shkruar për familjarët e saj, ku ju linte lamtomirën dhe u kërkonte falje. Këtë dhunë e pretonte edhe nëna e tij, e cila ishte e pafuqishme për të kundërshtuar të birin dhe për të mbrojtur nusën dhe mbesën.